së zotit Limaj, që unë mendoj, mendimi jem është, jo nuk o mendim i partisë, që ai prap se prap ka tregu një pjekuri politike shumë atë madhe se këto parti tjera konkretisht se LDK-ja, sepse ai ka pranu që t'ullet, edhe në çdo deklarim tjere ka pranu të ullet, ndërsa LDK-ja nuk ka pranu as të ullet, ta shikojnë çfarë oferte. Tek e fundit ka mund të vi në takim edhe të thotë ne nuk jemi të gatshëm për këto, ose me bon ofertën e tyre që da është vullnetit tyre. Po, s'komunimi tregu tjetrit. Çka duhet me bo? Atëherë shkojmë zgjedhje. Po, atëherë, do më thonë atëherë ju jeni blokus, do t'ja. Shkojmë zgjedhje, sepse ne nuk dim... E qysh ju nuk jeni blokus, të jenë këta blokus, për dhe sa pitu... Çka me ndërmarë, veç me... Çka me ndërmarë? Me bashkëpunim, me konsiderat. Kjo është ofert edhe na jemi taku... Si keni bo ofert për DK-s, keni bo ofert AK-s. Për DK-s edhe AK-s nuk muna mi bon ofert, kur kryetari tyre, vazhdimisht për 8 muaj, ose edhe para zgjedhjeve, ka dhonë akuzat pa para ndërherë në historinë politike. A statut që ka në letë, si e keni shujt... Nuk e thonë Albin Kurti është shërptori Sërbisë dhe Rusisë. Me të vërtet... A pra në mush me kje zhunda nga Zoti Haradinaj. Me të vërtet, ka që ditë kjo gjuhë e tina, sepse unë mendoj që ne mund të jemi kundërshtar politik, po asë një nga këto partit nuk mendoj që i shërben asë Rusisë asë Sërbisë. Po mendoj që shpesher veprimet e tyre në bashkëpunim me listën sërbska e kanë dëmtu Kosovën, që kjo është ndallimi jonë. Ne e kemi defaktorizuar listën sërbska. A do t'i kushte kënë të zgjedhje, se krejt eksponent opozitës që vinë të one, po thojnë 28 djetori do të vjetë momenti i fundit, mas 28 djetorit, kur njetën e vetë më Albin Kurti nuk do t'jetë kryeministër. E fundit ka ndodhë djeme Enver Hoxhajn, Enveri prom të one, tha, mas 28 djetorit, tha, kryet puna Albin Kurtit. 28 djetorit do t'jetë referendum, dhe 28 djetorit, sepse këtu tash është nda shopi për sheqerit, i kemi 2 bloqe politike, një blok i politik i cili janë bë bashk për të blokuar dhe për të bërë sa ma shumë lugë këtë vend, në duke mendu që duke bërë lugë politikën dhe shtetin, ata do të përfitojnë politik, do të përfitojnë politikisht me vota, por llogaritë e tyre ju kanë dalë gabim. Dhe grupi tjetër politik me cilën është koalicioni vetëvendosjes Guxo Alternativa PSHDK është një grup tjetër politik i cili ka paraqit alternativa, ka paraqit oferta dhe asnjëherë nuk e ka bloku. Dhe tash qytetari është para një dileme. A duhet vazhdohet blokada, a duhet hapet rrugë Kosovës? Prandaj vota e qytetarëve do të jetë votë kruciale me 28 dhjetor. Dhe jam optimist, si asnjëherë më parë që është një frymë e re duke fryrë në Kosovë, fryma e politike e cila është duke ardhur që ne do ta tejkalojmë dhe rezultatin jo të nënshkurtit, po dhe më shumë. Shuni blokus njerës që nuk i kam fletu zgjedhje që ka marrë besimin në qytetarëve. E jo vetën që keni marrë besimin në qytetarëve 42%, e nuk keni arritur. Që ka qenë pa mjaftueshëm për me bërë qeverinë vetë. Ofertat tona... Kreto pyetja, po kthehemi te baza. A i keni bo kreto përçamje, kreto deklarata, me momenti kur i keni marrë vesh që keni 50%, edhe për qanin vendin në zgjedhje prap, se si keni marrë 50%, po të një marrë prap 50%. E kemi marrë gjitha hapat për të kriju qeveri. Kemi propozu Albolenën, po marrëveshje do nuk bom të sene. Kjo punë do të shharru puna zgjedhje, do shta do të ishin majtë në korrekt. Nuk kanë dasht me votu, e kanë bloku vazhdimisht. Ju e dini që qëfar blokime kanë pas ba, edhe blokim për verifikimin e mandateve. Se ta Albulena i keni pas, votat nuk i patët mas Dimalit, nuk i patët kërësitet Glaukun, që shpjegot jo? Çka ndodhi? Jam në narrativ. Çka ndodhi? Kjo tregon që këta nuk kanë qenë të gatshëm dorën e zgjatur të Albinit për bashkëpunim ta kapin. Dhe dorën e zgjatur që kena ofru LDK-s ka qenë e mjaftueshme për të udhëhequr. Absolutisht, ne nuk e kena lënë në udhë Fatmir Limën, sepse ne kemi bë ofertën e gjeneroze dhe për partinë e tyre duke ofru nën kryetarin e partisë që ne Guxo, për shembull me 6 deputet nuk e kemi. Aty ju ka dhënë përveç pjesës së ekzekutivit ju ka dhënë edhe nën kryetari i kuvendit. Edhe besoj që edhe 2 ministri do t'i merë, atë sa i ka marrë partia Guxo me 6 deputet. Do më thonë, 2 fishi i deputetve të nismës barabart me numrin e ministrive të Fatmir Limës. Plus nën kryetarin e kuvendit. Albin Kurti të kriju standarde politike në Kosovë. Sepse ai për herë të parë
standardin që nuk mundësh si në vitin 2017 me një vot AKR-ja atëherë, dhe më thonë vota e Bexhet Pacollit edhe e Labinotit këngëtarit, i ka marrë 4 ministri dhe zëvendës kryeministri. Kjo është marrëveshje politike. Po nuk është e drejtë kjo. Nuk është e drejtë kjo. Kjo standardet politike cilat është duke i vendosë Albin Kurti në çdo segment, si në drejtësi, si në siguri, po edhe në politik, është duke e vunë standard që gjeneratat e ardhshme politike, nashta nuk jem na, kanë me udhëheq edhe kanë me ndryshu. Dërsa këto partit, këta nuk kanë pas kritere, dhe më thonë vetëm, faktikisht janë dhënë votat edhe për terminale. Të Albini nuk ka pazare. Tash sot po thu, sot pi më shoni krejtve. Shka nëse përsëritet prap rezultati njëjtë, mas krejtë hynë e fjallë, mi thonë valaj dina bashkë. Kësaj here nuk ka shansë më përsërit, me bindjet plot. Po vjeti sa kini qef do? Jo, qef jo, po janë faktet, fryma, ne në 28 dhjetor do t'i kemi 500.000 bashkëadetar në Kosovë. A din sa janë 500.000? 400.000 vota i ka marrë vetë vendosë. 500.000 njerës kanë më arë me votu në Kosovë. Këta kanë me ba ndryshimin, sepse fyrjet që ju kanë ba, dhe fyrjet që ju kanë ba, jo nga ata analist që të ti ka dënu Albini me buxhetin e vetë, por nga fyrjet që ja kanë ba partit politike mërgatës, duke bëq mës që mës bjen data 28 dhjetor. Pse? Pse shtrohet pyetja?